Pra të dashur shikues, jemi momentalisht tek shasi antik, tek lokaliteti që njihet si Kishat, ishte mu në zemër të Anës Malit, një fshat jashtëzakonisht interesant, mu pikrisht, që këtu sidhet sipas kronikanit të njohur latin Marin Bici, i cili thotë se në këtë vend me 1610-ën kishte kisha aq sa kishte edhe ditë. Domethënë 365 ditë të kisha bashkë në këtë vend, domethënë interesant. Këtu jemi tek katedrala e Shën Gjon Pagzori, ishte stilit romanesk, siç po shifni, ishte jashtëzakonisht këtu ishte edhe fotografia vjetër nga libri i Theodori Pen, që ka qenë domethënë i monarkisë austro-hungareze, ka qenë konsull në Shkodër, ishte bërë një konservim i jashtëzakonisht i rënuar dhe i gabuar, por ishte diçka që mundemi ta shikojmë edhe me pamjet filmike. Shasi antik ishte një vend që më të vërtet duhet t'i kushtohet një vëmendje, sepse ishte një vend që shkruhet në zemër të Anës Malit, ja shifet Ana Malit pra. Ishte kryeqendër peshkopatëve me Anno Domini 1242 pas Krishtit, me 1064, Papa, domethënë Aleksandri II të shkruan si Tadeum Vitae, që e transkriptuar do të thoshte mbrapshti ndaj jetës, me 1183 mbreti serb në Manjë Shtefan e shkatroi, e me 1242 e rënua mongolit e inatosur. Dhe ja pra, këtu ish mali i Sumës, këtu më ka lindur nëna, këtu e shohim edhe pjesën tjetër të Anës së Malit, që duket fare qartë, fshati i Millës, i Bojkut, Lulejt, Kasiqi apo Kosiqi është shkruar, ja pra pamjet e kishës të Shën Gjon Pagzorit dhe hyrja në qytetin e vdekur tani, mesjetar të shasit, i cili domethënë nga viti 1571 ky qytet ishte i vdekur, me ardhjen e perandorisë osmane, vdek edhe jeta në shasin antik, sidomos tek rënojet e kishave që po shifen qartë. Ishte lokalitet me vlerë i cili nuk ishte kushtu vëmendje fare. Ja këtu i shifim edhe pllakat e thyera tek kisha e Shënmërisë, që ishte një kishë gotike, e stilit gotik, i përngjan domethënë kishës të Shën Dominikut në Trogir, në Kroaci. Edhe këtu mundohet që paraqes disa pamje nga libri i Penit që tregon se çka thojnë ata pllaka. Njëra prej tyre thot hic requisit eps episcopus Marcus bone memorie, përkthimi në shqip të pushoni peshku i Markus me kujtesë të mirë, 1862. Domethënë sipas Bici dhe De Grandit thotë që këto pllaka kanë qenë të gurit, edhe sepse nuk kanë qenë të vobek, dhe s'kan pas faktikisht mermer të shkruar në mermer, domethënë janë shkruar në gur, por më vonë këto pllaka për fat keq mbas domethënë dorëzimit të ulqinit dhe Anës Malit Zi, këto pllaka u thyn, ja shifet domethënë stili gotik në hyrjen e kishës të Shënmërisë dhe pamjet nga brenda, që po i shifni, dhe ja një fotografi e vjetër i Penit se si i zhduk rënoja në vitin 1904. Dhe po përfundon dhe ju përshëndes me këtë video interesante, shpresoj që keni kuptuar diçka më tepër rreth qytetit të vdekur të shasit tek lokaliteti Kishave.